Një emër që qarkullon në qiell, nga Hoxh Agim Bekiri. A e ke menduar ndonjëherë se emri yt përmendet në qiell më parë se të bëhet i njohur në tokë? Sa ajo çka je në realitet nuk përcaktohet nga pasqyrat e rrjeteve sociale, por nga ajo që shohin me lajket, e që e ngre ose rrëzon Allahu. Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, na tregon një të vërtetë të mahnitshme. Nuk ka asnjë rob të Allahut, veç se ai ka një famë, zë, emër, në qiell. Nëse fama e tij në qiell është e mirë, ajo vendoset edhe në tokë. E nëse fama e tij në qiell është e keqe, ajo vendoset po ashtu në tokë. Hadith Sahih e ka saktësuar Sheh Albani në Sahih El Xhami. Çdo njeri ka një zë, një emër, një famë që qarkullon në qiell. Ai zë nuk është tingulli i fjalëve tona, por jehona e moralit, e sinqeritetit, e përkushtimit ndaj Allahut. Nëse je i mirë në sytë e Allahut, fama jote në qiell është e mirë, dhe si pasojë, edhe në tokë zëri yt do të ngrihet me vlerë dhe nder. Por nëse je i keq, i rrem, i pabes, atëherë dhe qielli të njeh si të tillë dhe do të biesh poshtë edhe në tokë, sado të përpiqesh të fshesh të vërtetën. Reflekto, kush je ti në qiell? Ndalo për një çast dhe pyet e veten, a është emri im i njohur në mesin e me lajkeve për mirë apo për keq? A më përmendim për devotshmëri, për ndershmëri, për bujari e lutje, apo për neglizhencë, mendimadhësi dhe mëkate? Mesazhi i kësaj bote dhe tjetrës. Nëse e kupton këtë hadith thellë, do të ndryshosh mënyrën se si e shikon jetën. Nuk do të kërkosh më duartrokitet e botës, por kënaqësinë e atij që është mbi qiejt. Kur bën mirë, mos prit duartrokitje. Kur fal, mos e bëj për tu parë. Bëu njeri me vlerë në sytë e qiellit, dhe Zoti vetë do të ngrej në sytë e tokës.